presidentin edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pra nëse me Partinë Demokratike të Kosovës nuk po dën, ka mujt me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Vazhdimsi Lidhja Demokratike e Kosovës ja ka ofru votat fol për Vjosa Osmanin. Edhe para pesmorsit, edhe pas pesmorsit. Aleoncën për ardhmërinë e Kosovës nuk e ka ftu fore. Pro, nëse këta nuk bojnë, kush bën për ty? Problemi te ti. Problemin e ki me veten. Nuk e ki problemin me subjekte tjera opozitore. Pavarësisht vazhdimësisë tonë prej datës 28 dhjetor deri sonte, konstruktiv, pozitiv, bashkëpunues edhe me qosje respektuese jo për to, po për hir të qytetarëve të Republikës së Kosovës edhe për hir të vendit. Edhe sonte e prom vjen e sfidon ranin kushtetues. Vjen e sfidon aktin më të lartë jurisdiktiv Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Jo, është e patolerueshme, e kem alarmu, ju falenderoj edhe juve që keni raportuar dhe keni alarmu, po qytetarët e Republikës së Kosovës gjithë do të reagojnë nëse cënohet rani kushtetues, nëse cënohet akti më i lartë Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne kemi sot edhe mbledhjen e grupit parlamentar, kemojt edhe mbledhjen e kryesisë të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe kryetarët e degëve tona që janë gjithandej Kosovës, dhe kem kërku mobilizim, kujdes, vëmendje, që nëse vihet në situatë që cënohet rendi kushtetues, cënohet institucionet, cënohet demokracia, të reagojmë gjithë në mënyrë edhe demonstrative, sepse shteti i Republikës së Kosovës, liria që sot gjithë e gëzojmë, dhe këto institucione janë ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve dhe mbi sakrificën e shumë burrave e grave ndër vite, andaj janë shajta dhe duhet të trajtojmë e të ndjejmë e të punojmë me respekt, me idealizëm, sepse janë të shajtat dhe janë tonat dhe i kemë fitu pas shumë viteve sakrificë, gjenerat mas gjenerate, andaj duhet të mbrojmë gjithë bashku.